Në orën 12 të mesnatës, Luiz Eli uron nënën e tij Angelinën për ditën e lindjes. Artisti shkodran i cili ndodhej live në koncertin në Pej të Kosovës ka ndaluar për një çast së kënduari dhe ka bërë urimin ku thot shumë shkurt por me fjalët më të arta në botë, gëzuar ditëlindjen në energjim. Të du fort. Sot është një ditë shumë e veçantë për nënën e tij dhe Luizi kurse si nuk mund të rrinte pa e uruar. Ai edhe pse në koncert prap nuk e harroi se e uruari në mesnatë atëherë kur hyn për në ditën e lindjes. Ky është një urim tejet i bukur nga shkodrani i zemrës, i cili me siguri do të komentohet shumë për këtë urim kaq të veçantë që i ka bërë nënës së tij. Luizi dhe nëna e tij kanë treguar se gjithmonë kanë pasur marrëdhënie të mirë dhe teje të ngushtë me njëri tjetrin që kur Luizi ishte brenda Big Brother VIP ku ajo tregoi edhe pse e sëmur se sa shumë e donte djalin e saj dhe se e kishte pikë të dobët. Nëna Angelina është një mbështetje e jashtëzakonshme për Kiarën dhe Luizin. Ajo ka marrë përsipër të kujdeset për të voglën gjatë mungesës së tyre dhe ka siguruar atyre se gjithçka do të jetë në rregull. Nuk dihet se me kë do e festoj nëna e tij ditëlindjen sot, por një gjë është plotësisht e sigurt, ajo pa dhuratë dhe pa surprizë nuk do të mbetet. Luizi ka përgatitur diçka shumë të veçantë në ditën më të veçantë për të që me siguri do e lërë tejet të surprizuar, por duke ndjerë ndjenja gëzimi dhe krenarie për djalin që ka arritur dhe po vazhdon po sheh rrugën që Luizi po ndjek. Ajo me siguri e ndjek shumë shpesh nëpër këto koncerte dhe i duartroket sukseset që ai po korr, gëzuar ditëlindjen nëna e Luizit, qofsh e lumtur dhe me shëndet gjithmonë.